ka me pudh babën e nonën në balë. E këtë Ramazan do të filloj me këtë vepër të mirë, vepër e cila e gëzon Rabbul Aleminit. Këtë vit du të më agjeru, do të bëj tybe pendim, e di gabuam, njerëz jemi, ama këtë vit, ja tani në stegjën e kësaj gjëmoje do të thamë, o Zot, u mashrova, gabova, u azdisa, mendova, pasi që ti e një Zot i cili gëzosh me pendimin tim, unë ty sot o Zot jem ka me të gëzu, dhe ka me të përgëzu me një lajmë se unë sot në këtë gjumo do të pendohem, do të filloj me agjerim. E unë i cili ndoshta s'pata ma bet me none me babë, po t'ja besën o Zot, se mas kësaj gjumoje ka me pudh babën e nonën në babë. E këtë Ramazan do të filloj me këtë vepër të mirë, vepër e cila e gëzon Rabbul Aleminit. Unë i cili kam qenë rrugëve të këqija, ndoshta kam konsumu lëndë narkotike dhe ato ndoshta i kam shit, po të premtoj o Zot, se këtë Ramazan, ajo vepër e keqe do t'jetë e kaluara ime. Se ty o Zot, pasi që na thua që të pendohemi të këti, unë po pendohem të këti o Zot i madh. Edhe do t'jemi bindur në falën dhe mëshirën tënde.